أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. La falënderimet më kuptim plota të qofshin për Allahun, Zotin, krijuesin e gjithësisë, ndërsa përshëndetjet më të përzemërta të qofshin për Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata dhe ato që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit. Në një thënie të mençur të Ibnul Jauzit thuhet el-ilmu wal-amal tawamani ummuhuma ulu'l himma. Me të vërtetë dituria dhe vepra janë bineq, kurse nëna atyre është ambicia e lartë. Shtrohet pyetja gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit, një disa pika që duhet i ketë parasysh çdo besimtar se çka do të marrë me vete, pasi që pyetja shtrohet se jo çka ne i kemi dhënë Ramazanit, po çfarë la muaji i bekuar i Ramazanit tek ne. Ndër pikat të cilat secili prej nesh duhet të synoj ato që Kurani fisnik i urdhëron në formë të drejtë për drejtë apo në formë indirekte, është edhe devotshmëria. Pyetja qëndron prap se çka është devotshmëria. Nëse hulumtojmë në fjalorët e gjuhës arabe, shprehja tettekun apo shprehja et-taqwa rrjedh nga fjala wiqaye, që do të thotë të marrësh masa preventive, pra të kesh preventiv nga diçka që mund të të godet, ashtu siç edhe është transmetuar në shumë transmetime që në kohën e pejgamberit a.s. sahabët thonin nantaqi bi Rasulillah, mbrohemi apo thjesht marrim preventiv duke e patur afër Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Po nga çfarë të kemi këto preventiva? Preventiv të kemi nga mashtrimet, preventiv të kemi nga gënjeshtrat, preventiv të kemi nga thyrja e betimeve, preventiv të kemi nga mos përmbushja e betimeve të cilat rrezikojnë edhe cilësitë tona si besimtar, pasi që në një fushë të tillë do të ktheheshim në njerëz të cilët pejgamberi a.s. i quan pra dhu vejhejn apo persona të cilat i kanë dy fytyra. Të jesh i devotshëm nuk do të thotë të jesh i përgatitur vetëm për gjatë muajit Ramazan, por të synosh që muaji Ramazan të ngjall tek ti këto veti në formë që syri yt të agjëroj, veshi yt të agjëroj, gjymtyrët e tua të agjërojnë. Thot Allahu i lartë madhëruar, sot do t'ua mbyllim gojrat atyre dhe do të na flasin duart e tyre dhe do të dëshmojnë këmbët e tyre se nga kanë shkuar dhe çfarë kanë vepruar. Veprimet tona, besimtar të nderuar, jo vetëm për gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, por edhe gjatë tërë jetës duhet të dimë se do të miremi në llogari, por është më mirë ashtu të marrim preventiva, siç ka thënë pejgamberi Allahut Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, llogariteni vetveten tuaj para se të mirreni në llogari, sepse marrja në llogari nga ana e Allahut të lartë madhëruar nuk është një gjykat e thjeshtë të cilën njerëzit mund ta mendojnë rëndomt, sepse siç thuhet në disa libra të dietarëve të mençur, thuhet ai i cili e kërkon vdekjen ose nuk e din se çfarë ka pas saj, apo nuk beson fare në të. Pra, marrja në llogari nuk është edhe punë e lehtë ashtu siç mund të mendojë një njeri i rëndomt. Devotshmëria është cilësi të cilën besimtarin duhet ta përcjell gjatë gjithë jetës së tij. Qëllimi i dytë për këtë muaj fisnik që ta marrim me veti këtë edukat është edhe disiplina e shpirtit. Thot pejgamberi i Allahut Muhammed Mustafa a.s. në hadithin kutsi as-siyamu junne, agjerimi është pra mburoj. Njëjtë sikur se tek pika e parë, kjo mburoj i ndihmon besimtarët të frenohet apo të ndalohet apo të privohet nga gjëra të cilat nuk janë të shëndetshme për moralin apo për edukatën e tij, por i tilli pajiset me edukatën e Kuranit. Hatmet tona të cilat i lexojmë për gjatë muajit Ramazan, apo janë thjesht disa lexime të cilat përbën nga tinguj dhe zëri duke mos u thelluar në kuptimet e tyre, apo po ndjekim tamam urdhëresat që Allah i lartëmadhëruar i
drejtohet besimtarëve me to. Allahu i lartë madhëruar thot: "E fala yatadabbaruna al-Qur'ana", a nuk po e mendojnë, a nuk po e logjikojnë, a nuk po sodisin mbi ajetet e Kuranit. 6236 ajete prej kuranore mjaftojnë si një manual për besimtarin në përgjithësi që të jetë shembulli më i mirë i shoqërisë. Pika e tretë është sinqeriteti, apo qëllimi i tretë që të dalim nga ky muaj është të dalim edhe me sinqeritet apo me vepra të cilat përkojnë me porositë e Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam, po me porositë e Allahut dhul xhelal. Thot prap në hadithin kutsi: "Es-siyamu li wa ana ajzi bihi". Allahu i madhëruar thot: "Agjerimi është për mua dhe vetëm unë shpërblej për të." Shtrohet pyetja të dashur besimtar: kush ju sheh juve nëse ju fshiheni ndoku dhe tentoni që ta prishni agjerimin tuaj? Askush pos Allahut të lartë madhëruar. Andaj agjerimi është një besatim mes njeriut dhe krijuesit të tij për të gjithë pjesën e mbetur të ditës. Pse? Sepse askush nuk e sheh atë, por ai e ka në vetdijen e tij se melekët të cilët e përcjellin njeriu, të cilët janë shkruas të ndershëm, që thot Allahu i lartë madhëruar: "Kiramen katibin ya'lamuna ma taf'alun", ata janë shkruajtës të ndershëm, e dinë se çka veproni. Dhe për këtë i japin llogari Allahut të lartë madhëruar se çdo njeri çfarë punë ka kryer gjatë asaj kohe. Qëllimi i katërt është mëshira dhe dëmshuria. Çdo besimtar në zemrën e tij duhet të ngjallë ndjenjen e dëmshurisë dhe mëshirës. Të paktën të ja lëmoj kokën ndonjë jetimi, të paktën të i gjendet në ndihmë ndonjë të varfri. Po mos mund të jetë me vepra i tillë, të paktën të bëhet shkak që dikush tjetër të ndërmarrë këto hapa. Thot Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam: "Men la yarham la yurham", kush nuk mëshiron nuk mëshirohet. Ne duhet si besimtar që të ngjallim mëshirat në zemrat tona, të zhdukemi nga bota virtuale e cila i ka vdekur ndjenjat tona dhe emocionet tona dhe na ka bërë të jemi të ngrirë ndaj dukurive, dashakece të kësaj shoqërie. Dhe qëllimi i pestë dhe i fundit është ndryshimi i jetës, ku thot Allah i lartë madhëruar: "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim", sadaqallahu al-azim. Me të vërtetë Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata ta ndryshojnë gjendjen e vetvetes së tyre. Pra, ne shkaqet dhe sebepet duhet t'i marrim nga vetvetja jonë, të nisemi në rrugë dhe më pastaj të kërkojmë ndihmën nga Allah i lartë madhëruar, dhe mos të presim duke qëndruar në një vend duke menduar se Allah i lartë madhëruar e ka për detyrë dhe për obligim që të na ndryshojë neve gjendjen, përderisa ne nuk mundohemi as pak në atë rrugë që të vihemi në shërbim të vetës, në shërbim të familjes dhe në shërbim të komunitetit. Lutim Allahun e lartë madhëruar që të na mundsoj të dalim nga ky Ramazan me një edukat të mirëfillt dhe me një moral të mirë, dhe ju uroj agjerim të këndshëm dhe të lehtë. Allahu ju ruajt. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.